nga trojet tona në New England. Duart e shqiptarëve ndërtojnë, mbrojnë dhe zbukurojnë shtëpitë. Në një kohë kur puna cilësore dhe besimi vlen më shumë se kur, është krenari të shohësh biznese shqiptaro-amerikane që prej dekadash ndërtojnë jo vetëm mure e themele, por dhe emrin e mirë në komunitetin tonë në Massachusetts e më gjerë. Mbi 40 vite përvoj, familja Jack and Son Mansory, me pronar shqiptare Neritan Gjeremeja, vazhdon traditën shqiptare të punës së ndershme, mjeshtërisë dhe përkushtimin ndaj klientit. Çdo projekt është dëshmi se shqiptarët në Amerikë dinë të ndërtojnë me cilësi, integritet dhe përgjegjësi, nga oborret e shtëpive në Boston, në North Shore, në Cape Cod, në New Hampshire, deri tek themelet që rezistojnë kohës. Kjo kompani familjare përveçon vlerat që kanë dalluar gjithmonë: punën, besën dhe profesionalizmin.